Edi Rama me platformën e tij të mohimit të çdo gjëje, pasi kërkoi ndjes se qeveria socialiste nuk ka bërë asgjë për Vlorën, mashtroi dhe vetëm mashtroi kur u tha vlonjatëve se qeveria e kryeministrit Berisha nuk ka bërë asgjë. Madje me gjuhë urrëtie u shpreh se Berisha nuk e do Vlorën. Partia Demokratike është e bindur se një mashtrim të papërgjegjshëm nuk e pranon asnjë banor i çdo lloj bindje politike qoftë ai. Çdo vlonjat, nga ura e Mifolit në Konispol, nga Vlora në Kuçë e Sevaster, banorët e rrethit dhe të qarkut të Vlorës, banorët e qyteteve të Vlorës, Sarandës, Himarës, Delvinës, Orikumit, Selenicës, Lumit të Vlorë dhe të gjithë bregut që jetojnë një realitet qartësisht tjetër nga ai i 8 viteve më parë. Partia Demokratike i rikujton zotit Rama se nihilizmi është produkt i mentalitetit totalitar dhe një doktrinë hiçi. Partia Demokratike garanton qytetarët e qarkut të Vlorës se pavarësisht çfarë deklaron shefi i autobusit Mavi, 4 vitet e ardhshme investimet e qeverisë do të trefishohen në qytetin dhe në qarkun e Vlorës.